Jam këtu me drejtorin ekzekutive të programit të Fondacionit Art Explora. Është një ndër fondacionet më prestigjioz në botë për programet e artistëve në rezidencë, quhet. Prej disa kohësh kjo rezidencë e diktatorit dikur është kthyer në rezidencë artistësh që vinë nga gjithë bota këtu në Tiranë, në një destinacion që jep vlerë dhe e bën të çmuar Tiranën dhe Shqipërinë edhe në këtë drejtim. Dhe erdha për të takuar me artistët edhe për të shprehur atyre të gjithë ndjenjën time të keqardhjes, për të kërkuar falje për atë çka u ndodhi mbrëm kur u gjendën në një sulm bombash artizanale që larg qoftë mund të kishin sjellë edhe tragjedi këtu. Ata janë të traumatizuar, nuk janë në gjendje të flasin për publikun, i mirë kuptoj krejtësisht, dhe kjo që ka ndodhur është një turp shumë i madh, është një dëm shumë i madh, është një plagë e hapur në atë që është fytyra e Shqipërisë së re, dhe të cilën e përfaqëson edhe kjo rezidencë, të cilën e mishërojnë edhe këta djem dhe këto vajza talentuara që vinë nga të katër anët e botës këtu. Nuk kam fjalë për të thënë për çfarë turpi është ky, por duhet t'ju them të gjithë atyre që ende simpatizojnë dhe ende mbështesin barbarët e mbrëmshëm, frymëzuesit e tyre, më saktë, se edhe ata që hedhin ato bombat artizanale janë ca totalisht manipuluar. Pra atyre që i simpatizojnë, duhet t'ju them që nga kjo dhe nga këto humbasin të tërë ata që duan të bëjnë punë, që duan të kenë turist, që duan të zhvillojnë ekonominë e tyre të vogël me biznesin e tyre të vogël, apo që duan të rrisin qetësisht fëmijët këtu, sepse Shqipëria e hapur nuk mund mbyllet. Dhe këto kërcitje thjesht dhe vetëm e çojnë ujin totalisht në mullirin e të shkurës dhe nuk kanë të bëjnë fare me të ardhmen. Lisei është këtu dhe natyrisht është edhe pjesë e asaj që ndodhi, ka qenë këtu mbrëm, por duke qenë shqiptare e forte, ka pak më të lehtë ta kapërcej këtë situatë. Pra praktikisht dje ishim qetë në rezidencë me program publik ku kemi pasur gati 100 vjetaj që kanë bërë në vitjet parantites, dhe në darkë vetëm kur dëgjojmë shpërtimet ishim sipër tek ishte ai balkon që e pa gjithë Shqipëria, që u duk sikur morën flak praktikisht. Në moment artistët u futën në korridorin që është më i mbrojtur, morën fiksen e zjarrit dhe u munduan që të mos na ndodhte ndonjë gjë, sepse është vila në vetvete, është e gjitha mbi druri. Zyra është gjithë dru. Dhe mund të kishte eskaluar gjithë situata në një fraksion sekond. Për mua fakti që nuk e dinim që ishte rezidencë arte nuk është fare skuzim, pra nuk duket fare, madje duket e turpshme që ta përdorësh si element që padia të skuzoj veprimin. Padia është marrëzia, është ligjësia, është membria, është një kompleks gjërash dhe mbi gjitha është urrëtia. Një turp i pashoq që nxin Shqipërinë, që na nxin gjithë pavarësisht se ata që bën janë katrani i Shqipërisë dhe janë fatmirësisht një grush njerëzish. Fatmirësisht.